Opinionistja Nejda Balluku u ka bërë një thirrje të gjithë prindërve për të mos t'u lënë fëmijët e tyre gjyshërve, por të kujdesen vetë ose t'i dërgojnë në qerdhe apo shkolla. Duke qenë se këtu të liqeni çdo 10 hapa shoh vetëm gjyshër me fëmijë të vegjël dhe është një vap dhe torturohen të shkretët nga 60+ vjeç duke shtyr karrocën e kalamajve tuaj, duke mos u aprishur tekave dhe kapriçove të kalamajve tuaj. A ka mundësi mos u lini kalamajt prindërve se u nxit jetën edhe i morët edhe ato pak vite që u kanë ngelur për të jetuar. Sepse kanë vuajtur me prindërit e tyre, me familjen e tyre. Të gjithë të varfër, të gjithë pa asnjë lloj mundësie, pjesa dërmuese. U ka dalë shpirtit ju rrisin ju tani duhet ju mbajnë edhe kalamaj. Mbajini vetë kalamaj. Çojini në qerdhe apo në shkolla ose mos bëni kalamaj, thot Nejda në një Insta story.